Mbyllet koha për time-outin e thirrur nga Lori Kilazi, i cili në shtapin e tij teknik e ka edhe Valon Zyberin. Dhe vjen e shërbimeve prap. Është Girogieva, Jaha. Angelova dhe blokaut 3-1. Katër pikë pas 2 minutave lojë, përfshirë dhe atë 1 minutë për time-out. Dhe vjen e shërbimeve Gabriela Angelova. Fakti ishte Goranova. Deliu blokohet. Georgieva, prap provon Deliu. Mbi blokon e dyfisht. Mundësi për dritën. Angelova, arrin pik, 3-2. Tregohet frutëdhënë saj time-out. Po me siguri se çdo time-out, çdo këshill që jepet nga trajneri, qoftë më e vogla ajo, ndikon në ekip. Berami, Georgieva, prap përmes Florentina Kadriot, prap blokohet. Në 3 tentativa të rrëdhës, i 2 herë u blokua Florentina Delio, arrin me një diagonale Shera Berami. 4-2. Dy lojtarë që kanë përvojë, si Deliu dhe Shera Berami, të dyat ishin në vijën e parë. Shera Berami tash në vjen në shërbimeve 27 vjeçarja. Shërbim mjaft i mirë. E në anën tjetër kundër përgjigjja e dritës përmes Shabanit. Pranimi mirë, pasimi i shkurtër dhe Shabani reagoi me njerë. 4-3. Rezultati ngusht në hapje të setit të tretë. Rezultati i përgjithshëm 1-1 në sete. Arrin pik Blinena Ja. 4-4, parazimi i parë. Dhe vazhdojmë edhe pak të jemi në transmetim të drejt për drejt në RTK1 deri në orën 16:55. Atëherë do ta kalojmë linjën në RTK4 ku paralelisht po transmetohet edhe kjo ndërçi. Për shkak të edicionit të lajmeve dhe skemës së ngjeshur programore, kalon përsi skuadra e dritës. Çfarë ndryshimi në rezultat? Nga 3-0, 4-5. Pa besueshme. Çfarë rënje e ritmit të Skënderaj. Blinena Ja. Georgieva. Mateva. Çfarë goditje e fort e majtakës Mateva. Tash i erdhi tamam. Ishte roli i pasuesës, ajo që e nxjerri lojtaren Mateva me një blok. Dhe kjo në këtë rast nuk fal, sepse është majtake, është lojtare mjaft e papërshtatshme për blok. Në vjen e shërbimeve do të jetë krenare Kushtova, ajo që thamë edhe më herët se njihet për shërbimet e saj karakteristike dhe të papërshtatshme për ekipin kundërshtar. Ka kaluar vijën fundore, thonë gjyqtarët, 5-6. Atë të shkoj për herë të parë në time-out teknik skuadra e Dritës. Asnjëherë në këtë takim nuk ka shkuar në time-out teknik Drita e para. Mateva, Georgieva, Mateva. Ja. Hyseni, Berami, Georgieva, prap për Mateva. Saliu, Kadriu. Vazhdon aksioni, nuk kuptohet si duhet. Nuk u kuptua libero Berami dhe Mateva si duhet. 5-7. Gjash minuta loj në setin e tretë. Në sheni Lori Kilazin edhe homologu i ti Ylli Kadriu, të dy në këmbë në tension të vazhdueshëm. Saliu, ja, Geci, Georgieva, Deliu, Geci, Georgieva për Mateva nga pozita e vështirë. Saliu dhe Jaha, prapë për Fjolla Hysenin, topi plasuar letë, vazhdon ky aksion maratonik dhe mbyllet këtu. Një duel
dueli drejt për drejt 1-1, Deliu Shabani 5-8 për herë të parë drita shkon në time-out teknik e para. Artan nuk po është mirë me paragjyku se piqëllon vazhdimisht. Edhe s'po ne jep hapësin me bisedu. Deri në kuotën e 23 pikëve s'do flasin për fituesin. Kemi një shkputje të vogël të ekipit dritës. Rezultati asaj është gabimet sa më të vogla, si është puna në mbrojtje, po ashtu kapjen e topit parë, edhe funksionimin e bllokut nga Shabani, e cila vazhdimisht kur është në pozitën e qendrës i ka 2-3 bloka. Domethënë kjo është shumë pozitive. Bile muj me thonë që është shumë më produktive në blok se sa lojtarja e qendrës që vjen nga Bullgaria. Të shohim vazhdimin e këtij takimi në vijën e shërbimeve. Angelova, shërbimi mirë, Berami, Georgieva, Geci bllokohet, 2 bllokada radhazi të Shabanit, fjolla Shabanit. E tha edhe më herët Naseri. Jo, kjo është bloku i tretë, edhe ato në pozicion kur është vetëm pa ndihmën e lojtarës nga anash. Edhe një herë në vijën e shërbimeve, Angelova. Berami, Georgieva. Arrin Florentina Deliu me një goditje të fortë. 6-9. Florentina Deliu në rolin e korrektorës ka gjujtje mjaft të fuqishme, karakterizohet me një gjujtje mjaft të fuqishme dhe është shumë vështirë të ndalë bloku. Ja ku është Florentina Deliu, autorja pikëve të fundit, volejbolistja më mirë në Kosovë, është marrur nga Federata e Volejbollit. Vitin e kaluar, Fjolla Hyseni duket se u hotua, nuk e kishte idenë se pasqyrën se ku gjendet vija. E lakën top për as nga Florentina Deliu, 7-9, afrohet Skënderaj. 9 minuta loj, 7-9. Hyseni Kadrua mbulon mjaft mirë. Hyseni, diagonale e saj. Shabani fiton edhe një duel tjetër. Statistik mjaft e mirë e Fjolla Shabanit në setin e tretë. Shumë duele të fituara edhe pik. Shini edhe njerë. 17. Arma më forte e dritës është janë 2 qendrat, cilat po poentojnë momentin që po janë në vijën e parë, po poentojnë ose me blok ose me gjujtje nga mesi. Berami, Georgieva, Mateva, bloki dyfisht. Ngritet ky top, Fjolla Shabani. Fjolla Hyseni e ka kaluar në anën tjetër. Mateva, bloki suksesshëm edhe kësaj radhe nuk shpëtohet. 7-11. Gabimit të ekipi i Skënderajt është se nuk është të sulmuar nga qendra. Kjo nga njerë është si pasojë e pranimit jo të mirë po në rastet, shumicën e rasteve, siguria të lojtarjet e krahut, dhe më thonë 4-2 është me e madhe, për këtë arsye dhe lojtarja nga Bullgaria që luan rolin e organizatorës, ajo është e koncentruar me Matevën, më tepër, kështu që Matevën penzon nga 2 bloka, po janë pozicionum, sepse po lexohet mjaft mirë sulmi i Skënderajt dhe për këtë shkak kemi një funksionim të mirë të blokut të ekipi i dritës. Rezultati i fillimit të këtij seti ishte 3-0 për Skënderajin dhe nga ajo periudhë drita ka shënuar 11 pikë, Skënderaj vetëm 4. Vërtet për 9 minuta loj 4 pikë të Skënderajit që flasin më së miri për formën që e pati jo të luhatshme në kohët e fundit. Të shohim nëse do të rikthehet Skënderaj. Ka një numër të madh të tifozëve që kanë ardhur për të motivuar volejbolistët nga Skënderaj. Vazhdon kjo aksion. Ja mundësia për dritën tash me qetësi ta organizojë sulmin e radhës. Huç atje Angelova. Ishte top let i lexueshëm. Top let, mirë po në rolin e qendrës edhe Zona Geci ka përvojë mjaft të madhe, ka një blok të mirë. Deri tash nuk e kem pa në këtë rol, mirë po shpresoj se në të ardhmen me siguri që edhe prej kësaj pozite po shihet. Kërkohet diagonalja për t'ju shmangur blokut. Nga pozita, nga plani i dytë atje provon Mateva. Kadriu, topi gjatë. 9-11, afrohet Skënderaj në 2 pikë nga 4, sa ishte 7-11. Në vijën e shërbimeve do të jetë
Andrea Mateva, Bullgaria. Të dyja skuadrat i kanë nga 2 bullgare. Hyseni, Deliu, Georgieva, Berami. Shkëputja e mirë e Beramit. Berami tjetër. Kemi Albulena Berami dhe Shera Berami që fiton këtë pikë. 10-11. Më tepër pritet për Sherife Beramit për arsye se ajo është lojtare e cila tërhiq ekipin deri tash ka shumë pak ka topa dhe shumë pak po vjen shprehje. Më habit fakti që nuk koncentrohet sulmi te ajo për arsye sepse edhe ka gjujtje dhe ka shkputje mjaft të mirë. Lorek Elazi u detyrua time-outin e parë të këtij seti ta thirrte vetëm 50 sekonda pasi kishte filluar seti i tretë dhe Jakovia dhe time-outi i dytë i thirrur nga Elazi e ka shfrytzuar në maksimum. Ka filluar festa me këto ngjyra, shpresojmë që nuk do të ndikojnë në paraqitjet e këtyre voleybollistëve pasi gazrat e tillë nuk janë të përshtatshëm për palestër. Mateva e pati një seri të suksesshme nga shërbimet. Edhe tash Mateva. Vazhdon aksioni, mundësia për skuadrën e Trenicës. Edhe njerë Trenicakët janë pince për të barazuar në 11-11. 4-0 seria e Skënderajt. Nga 7-11, 11-11. Kjo është arsyeja pse edhe tifozët Trenicak, shqiponjat e zeza, ka filluar të festojnë. Madje ka lënë në përsi Skënderajt 12-11. Pranimi jo i mirë i bullgares Angelova në vijën e shërbimeve për të 4-ën herë. Mateva. Pranim mjaft i mirë. Mateva kalon topin anën tjetër. Aira Saliu. Nuk arrit të shpëtohet ky top përkundër vetë mohimit të treguar nga Andrea Mateva. 12-12. Barazimi i tretë në këtë set. Deliu, Georgieva, Berami, paralele, pik për Skënderajt. 13-12. Ja, do ta shohim. Ishte top jashtë, top i dalur jashtë. Për i këtij kondi shihet që topi me të vërtetë ka qenë jashtë. Është i vetmi rast ku gabojnë gjyqtarët. (13-12). Urojmë që këto gabime të mos kenë ndikim në rezultatin e përgjithshëm, nga se janë humane tek e fundit. Po ndodhen edhe në lojë me karakter ndërkombëtar, aty ku ka dhe vëzhgime kameras. Edhe një pik tjetër për Skënderajin. 14-12. Rikthehet skuadra e Skënderajit, e cila pati një lohatje në vetbesimin e saj. Arrin pik të lehtë me një top të plasuar atje Fjolla Hyseni, zëvendësim të Skënderajit. Rikthehet libero Berami në vend tek zona Gecit. Në vijën e shërbimeve do të jetë Fjolla Hyseni, korrektore, zëvendësim edhe të drita. Ronita Leka i kuadrohet në vend të njëjtin zëvendësim që bëri edhe në setin paraprak. Leka hin në vend të pasuesës për të forcu bllokun në vijën e parë, që është potezi mirë. Në rolin e pasuesës tash e kemi lojtarin tjetër me numër 7 të drita Venera Kadriu. Gabim në shërbim i 11 i gabim si pas statistikës tonë. 15-13. Në vijën e shërbimeve tash pasuesja Maria Girogieva nga Bullgaria, një majtake e jashtëzakonshme, është 26 vjeçare. Saliu,
Përgatit një penalti edhe një herë tjetër, nuk e kap topin si duhet dhe në time-outin e dytë teknik shkon skuadra e Skënderajt 16-13. Një rënje ritmit të Dritës. Rënje ritmit, gabimet u bën nga ekipi i Dritës dhe si rezultat i kësaj. Jo pse pat në sulm ekipi Skënderajt, po gjitha gabimet ndodhen nga sulmi i ekipit Dritës, gabime jo të saktë, gjujtje jo të sakta, sidomos nga qendra Goranova, prej saj pritet më tepër kur vjen e parë, sikur se bëhet në anën tjetër nga qendra tjetër e Dritës Fjolla Shabani. Ekipi Skënderajt dhe shpërcon këtë rast edhe nuk po bën gabime të tilla. Ja ku po shohim edhe Faton Mustafën. Gjyqtari kryesor Fatoni do të jetë në detyrë nesër me skuadrën e Theranës, do të luajë në finale, do ta shohim në cilësinë e lojtarit nesër. Girogieva. Angelova arrin pik për ta thyer pak a shumë akullin, 16-14. Vërtet një entuziazëm i madh të dyja ekipeve për ta rrëmbyer setin e tretë, është shumë domethënës ky set për të vazhduar me tutje. Kadrio bllokohet. Girogieva ngrit topin për Beramin, mbrojtje e mirë. Venera Kadriot. Fjolla Shabani duket se e prekur rjetën. Fjolla Shabani ka prekur rjetën. 17-14. Të shohim. Ishte pak më herët. Si do që tjetë betët të fuqi vendimi i gjyqtarit. Angelova. Diagonale gjatë. 18-14. 18-14 dhe topa let të humbur tash nga Drita. Gabimet nga sulmi, po gabimet direkte, domethënë, sidomos të lojtarëve pranuese. Berami, Shira Berami. Probleme me organizimin e aksionit, do ta shfrytëzoj tash Drenica, skuadra e Skënderajt. Të shohim Gjilanasit. A do të kenë kundër përgjigje apo fjalën kryesore do ta ketë ekipin nga Skënderaj. Ja edhe njerë, mundësi për Gjilanaset. Edhe njerë tjetër. Mbrohet Skënderaj. Mateva, Saliu. Ja, aksioni gjatë dhe mbyllet me këtë shënim të Angelovas. 18-15. Në 19 minuta loj në setin e tretë. Ja, Belami. Blockout, pik për Skënderajn. 19-15. Kadriu në vijën e shërbimeve të Skënderaj. Leona Kadriu. 16 vjeçare është Leona Kadriu. Lockout i Exona Gecit. Nëntëmbëdhjetë, 16. Akoma e pa qartë se kujt do t'i takoj seti i tretë. Rezultati aktual 1-1 në seti i pari fituar nga Skënderaj 25-18, seti i dytë fituar nga Drita 21-25. Shifrat aktuale 19-16. Dëgjohet edhe një vërshëllim në publik. Loki pa suksesshëm atje dhe pika re përmes Matevas 20-16. Kemi një vërshim të këtyne elemente piroteknike që nuk e kanë venin në volejboll dhe këto shkaktojnë pengesa frymore të sportistëve dhe gjithë ata
edhe kjo është një prishje kësaj atmosfere, cila nuk është e nevojshme. Kjo bëhet në futboll, po jo në palestra të mbyllura ku duhet të kemi qarkullim të ajrit konstante. Edhe tifozët do të kenë në konsiderat shëndetin e vetë sportistëve dhe performancën e tyre. 20-17. 20-17 jemi në një situatë ku të dyja skuadrat akoma presin që të japin në atomin e fundit të energjisë për ta dhënë fjalën kryesore. Albulina Goxhuli pranohet tash, një pranuese inkuadrohet në vend të Florentina Deliut. Berami, Georgieva, Mateva, blokohet goditja e saj, Georgieva, Albulina Berami, përshera Berami nga plani i dytë, arrin pik, 21-17. Kemi një pasim mjaft të mirë nga libero Berami, Albulina Berami, e cila në momentin e dur e pasoi topin të lojtare për planit dytë, Sherife Berami. Georgieva, top që del jashtë dhe i dhurohet kjo pik skuadrës së Dritës. 21-18. Ankohet edhe Lori Gilazi, kërkon që të ndërprehet ndeshja pak sa të qarkulloj tymi i krijuar, po merr aprovimin e gjyqtarëve. Normal, Lorikit i konvenon edhe ndërprerja mirë, po është e vërtet i tretë i Lorikut. Po, është e vërtet që kjo atmosferë është e padurueshme. Edhe une nuk e pranoj këto që të luhet në një ambient të tillë ku sporti e ka tjetër natyrë, sporti i voleybollit. Këto mjete piroteknike nuk do të lejohen në palestra të mbrëmshme. Mirë, po mungesë të sigurimit, të organeve sigurimit të lejohet kjo. Mirë, po shpresojmë që kjo do të kalojë dhe atmosfera do të rregullohet. Në të vërtet kemi... Është i koncentruar zakonisht në këtë anën ku është skuadra e Skënderajt. Po, domi më i madh nga tifozët e Skënderajt i bëhet pikërisht ekipës së tyre. Mirë, po këtë tim jem të përjetuar të gjithë. Venera Kadriu. E me një cuna t'ja arrin të shpëtoj këtë top Mateva. Hyseni. Edhe njerë Hyseni. Sajrada arrin të përtoj goditja saj, por e plogësht. Berami në anën tjetër, blokohat. Disi arrin të shpëtoj Drita. Nga një pozitë vështirë, arrin të realizoj Hyseni. Nga një pozitë ku më së paku pritet të arrin të pik fjolla Hyseni. Shikoni, kalene për duart e Gzona Gecit e nuk arriti të ndaj. Ishte i papritur këtë top i ardhur për Shera Berami. Top i cili vetëm në diagonale ka mujtë të gjuhët, sepse ishte largë rjetës, largë. 21-20 afrohen shifrat. Kemi një dekoncentrim pranim të ekipi Skënderaj Artan dhe momentin që dekoncentrohet lojtari që është pranim, sidomos libero, atëre kemi shpërbomje të ekipës. 2-2 sa i përket timeoutave, i kanë shfrytzuar timeoutat në maksimum të dy trajnerët. Derisa ja ku shohim atje edhe trajnerin e klubit të voleybollit Flaka, Agim Kika dhe Olta Kalludra. Kjo është Olta që po bën një punë të mrekullueshme te skuadra e Vushtrisë, te Kosova e Vushtrisë. Vërtet është ka nisur të zgjerohet akoma më tepër Gasi që është liruar nga ajo ngjyrë kuqe nga ana tifozëve. Kadriu, Berami, Georgieva, top për Shera Beramin. Ishte Angelova që preku e fundit 22-20. Kam bindje se topi ishte drejtimin për jashtë fushës, mirë po lojtarja bullgare preke topin dhe ja ndihmoi ekipit Skënderaj të arritoj një pikë mjaft të rëndësishme në momentet më vendimtare. Ja, për Fjolla Hysenin, block out, 22-21. Do ta kemi barazimin e katërt në këtë ndeshje.
Drita qysh prej momentit kur ishte në avantazh herën e fundit 10-11. Tash vazhdon të mbetet në ndjekje të rezultatit. Fjolla Hyseni. Fati nga njerë të duhet në sport. 22-22, barazimi i 4. Shikoni edhe njerë. Nuk arriti të shpëtoj këtë top pas shërbimit të Fjolla Hysenit. Edhe njerë Fjolla Hyseni. Arrit të fitojnë pik volebolistët e Skënderajt. 23-22. Kemi hyrë në zonën më dramatike. Rikthehet në parket Fiorentina Delio, e cila zëvendëson Albulena Goxhullin. Kirogjeva. Ja. Përpiqet ta shpëtoj disi këtë top. Atje vetë pohose Fjolla Hyseni, por pika e 24 për Skënderajin. Afër për ta fituar edhe setin e tretë. Klubi volejbollit Skënderaj në vjen e shërbimeve Mateva. Zëvendësime. Majlinda Abazi pranohet, fakt është pranuese në kuadrohet. Mateva. Të shohim Saliu, linea Dritës nuk i toleron gabimet. Provon për fitoren e këtij seti atje Berami. Aja fort. Sa për kuadruara Majlinda Abazi dështon 25-22. Pas 28 minuta gjysmë. Një dramë vërtet, ja dhe momenti final kur Majlinda Abazi me këtë gabim ja mundson Skënderaj të avancoj 2-1 në sete. Dhe tash mund të thuhet se Skënderaj është me një hap afër trofeut të kupës. Edhe pse është herë të kalkulohet. Rikthimi eventual i Dritës do të na dërgonte në tie break. Mbetet të shihet nëse ky set vijues do të jetë i fundit në këtë takim final apo Drita nuk do të dorëzohet. Edhe gjyqtari kryesor thot Faton Mustafa thot se pa u heq timi që po gjendet ja ka ftuar dy kapitenet, Fjolla Hysenin dhe Shera Beramin, dy kapitenet. Me dakordimin e tyre do të krijohet një pauzë shkurtër derisa të largohet tymi. Derisa nga kjo finale nga klubi volejbollit Skënderaj ishin kujdesur që më herët para fillimit të transmetimit ekipit të televizionit të Kosovës t'i japin një dhuratë me portretin e komandantit legendar Adem Jashari, një dhuratë nga kjo finale. Kjo është dhurata që klubi i volejbollit Skënderaj e kishte rezervuar për stafin si kujtim nga kjo finale vërtet interesante, derisa ne jemi së bashku me Naser Krasniqin, ish trajneri i volejbollit, tash njerë në pauzë, po nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të tij të shpejt në volejboll. Po do të shohim, Martan, të shohim. E dini që një kohë gjatë, një njeri që mirët me sport një kohë gjatë, nuk e ka shumë të lehtë të shkputet nga jo. Mirë, po rrethonat janë të mira, po ndryshojnë, po punohet në volejboll, po marrë parasysh, ajo na bën të ne të jemi më krenar dhe të japim prapë kontributin e tonë. Ky është momenti i flakadanëve të cilët u hundezën dhe shkaktuan këtë ndërprerje të shkurtër Naser. Unë e thash edhe më herët, këto do të flitet ekipet cilat i binë publikun e organizum, do të punojnë me ta, do të tregojnë që këto fishek zjarret, cilat hudhen nëpër palestra nuk janë të lejushme, për arsye sepse kemi të bëjmë me ambient të mbyllur. Po të ishte në terren të hapur ajo ka do shta një rezon, mirë, por nuk ka rezon, po të jenë palestra të mbyllura dhe të prishin epitetin e një derbi cili
i cili sakrifikohet mjaft shumë nga ekipet, të dy ekipet për me ardhe të kjo finale. Dhe duket se nga ana e gjyqtarëve është dhënë leja që të shkohet në zhveshtore të dyja ekipet. Kjo do të ndikojë negativisht të dy ekipet, jo vetëm të njëra ekip. Dëm më të madh do t'i bëhet ekipit Skënderajt, sepse publiku është nga Skënderaj dhe unë prap fajin ja lë organeve të sigurimit të palestrës, cilët në hyrje nuk do dashur t'i lejojnë që mrena të futen këto mjete piroteknike. Jemi në prag të pranimit të gjitha sporteve, po ashtu edhe të voleybollit, duhet i respektojmë rregullat, duhet të dim që në sport nuk tolerohen sepse janë antisportive, ndikojnë në shëndetin edhe të sportistëve, po edhe të pranishmëve në palestër. Ishte një lojë dinamike në 3 setat e parë, ndoshta kjo pauzë do ta humb pak dinamikën dhe do të kontribuojnë thojza të themi edhe në formën direkte që do ta kenë në minutat vijuese të dyja ekipet. Unë muj me thonë lirisht që komoditet më të madh tani për tani do të ketë ekipi Skënderajt, se është në avantazh me një set, kurse ekipi Dritës do të jetë më i shtrëngum, nuk do të muj me zhvillu lojën e vet lirë, për arsye sepse e din që çdo gabim sanksionohet. Mirë po prap në sport gjithçka është e mundur. E sidomos te vajzat ku kemi oscilime të formës në të dyja anët e të dy ekipeve. Si do të jetë një ndeshje finale që arsyetoi epitetin e përballjes së dy rivalëve të këtij edicioni në këtë top 4 përveç Skënderajt e Dritës janë edhe Kastrioti dhe Universiteti AAB, skuadrat që do ta vazhdojnë garat edhe për apetitet që i kanë në kuadër të play-offit në kampionatin e Kosovës, garat të cilat fillojnë qysh në këtë fundjavë. Po, edhe play-offi do të jetë mjaft interesant, edhe pse si vjet në krahasim me vitet e kalume, që ku kem pas, po foli për 2 vitet e kalume, jo të vitet e kalume, kemi më pak investime në lojtare kvalitative, pa marrë parasysh se cila ekip ka marrë lojtare mirë, po nuk kemi një rivalitet mjaft të denjë. Ekipi Skënderaj ka dominuar në gjitha aspektet, mirë po tani te finalet po shihet që kemi rivalitet, edhe nuk po vjen shpreh ajo diferencë që është në tabelë mes dy ekipeve. Po bëj krahasimin gjithmonë te vitet e mëparshme kur 6 ekipe deri në 7 ekipe kanë pas investime të mëdha të ofruar lojtare kvalitative nga ekipe të tjera dhe secila ekip ka mujt të jetë fitues ndaj secilit ekip. Mirë po vinë rrethonat nganjëherë kështu, kemi që potencova dhe më herët në ndrim të gjeneratave që do të vjen shprehje to 2-3 vitet e ardhshme, edhe është mirë ajo që bëhet, sepse jemi në prag të pranimit. E dim që krahasim me shtete tjera jemi shumë mrapa, shumë rrethona ndikojnë këto, rrethonat natyrave të ndryshme si ekonomike, po ashtu përparimit e infrastrukturës, që është mjaft domethënës, na deri më sot nuk kemi një palestër e cila është vetëm për voleyboll, siç bëhet në shtetet e tjera, si për shembull në Kroaci, ku kemi. Po nuk të përjashtohet mundësia që të paktën për një fazë të fillimit të ndeshjet të zhvillohen me shtresën e ashtu quajtur girl floor, që mund të blehet shumë lehtë siç ka vepruar dhe handbolli. Po normalisht që ato preferojnë në ndeshje ndërkombëtare, mirë, po nuk do të thonë që edhe në për finale të kupave dhe play-offit të përdoret Taraflex, girl floor, Grabo floor, ato janë dhe më thonë materialet cilat i pranon FIVB-ja, CEVja dhe po ashtu asociacione tjera të sporteve tjera. Gjithmonë po jemi optimist, gjithmonë po jemi me shpresë që në të ardhmen do të ndryshojnë gjanat. Unë jam optimist i madh që me pranimin në Federatën Internacionale shumë dokuri negative në sportin tonë të voleybollit do të eliminohen. Nuk do të kemi më ku një person do të jetë refer njëkohësisht, lojtar njëkohësisht, trener njëkohësisht. Ato nuk tolerohen. Do të kemi koncentrimin të një pozicion, ose të referimi, ose të loja, ose të... Mirë po ato gradualisht vinë, këto e kanë përjetuar edhe shumë shtete tjera, mirë po tash ato do të kemi në korniza mjaft të holla, do të ndohen dhe do të respektohen rregullat. Javën e kaluar, siç dihet, Federata e Voleybollit e ka dërguar aplikacionin për aplikim për antarësim në FIVB dhe pritet që lajmi të mirët shumë shpejt, ja ku është në mes atje kryetari i Federatës së Voleybollit Abedin Ibrahimi,
të cilin e patëm në studio dhe gjatë fundjavës së shkuar. Tash atyre u është bashkuar dhe kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, i cili sigurisht do të jetë i pranishëm në ceremoninë qendrore të ndarjes së kupës, trofeut më të çmuar të voleybollit kosovar, e që sipas kësaj ngecje kam përshtypjen se nuk do të kemi kohë që ta përcjellim në RTK1, por do të vazhdojmë në RTK4. Deri në orën 16:55 do të jemi në RTK1. Ja ku rinis ndeshja me setin e 4. Deliu, Davon Deliu, seti i 4 niset mirë nga drita. Zero më një për dritën në sekundat e para. Fjolla Hyseni, kapitenja e dritës. Berami, Girogjeva, Mateva, kalon topin anën tjetër, Jaha, Angelova, Girogjeva, Berami, nuk arrin ta shpëtoj. 0-2 për dritën në hapje të setit e 4. Fillimi mirë i ekipit dritës, me siguri se instruksionet janë që të luhet ma lirshëm, për arsye sepse ajo është shumë domethënëse. Saliu, ja përmes Angelovas, prap Kadriu, Shabani dhe Angelova. Gabim i Gabriela Angelovas, amatoresk. Duhet të koncentrojnë ndoshta më në thellësinë diagonale, jo afër antenës. Në vend shërbimeve tash Girogjeva, Saliu, Jaha, Berami blokohet. Apo ishte Florentina Deliu që blokua, por kishte prekur edhe rjetën. 1-3. 1-3 pas 2 minutave lojë në setin e 4, rezultati 2-1 për Skënderaj në sete. Edhe 1-4, edhe një shërbim tjetër i mirë. Seti i parë ishte 25-18 për Skënderaj, i dyti 21-25 për dritën, i treti 25-23 për Skënderaj. Angelova, bloki dyfisht. Asnjëherë Angelova nga kjo pozitë nuk pa arrin të gjuajë mbi bllokun e dyfisht. Nuk kemi pasim të saktë nga Jaha për këtë arsye. Nuk ka pasim të saktë edhe në këtë moment, edhe lojtarja shkon më herët në sulm dhe topi mbetet mbrapa. Provojnë për mes qendrës, të shohim tash nga vija 2 atje Shera Berami. Eksanada Angelova e përmirëson gabimin e saj 2-5. Kalim mes dy bllokave, nuk ishte përputhje mirë mes dy lojtarëve për bllok dhe pat çarje në mes bllokut. Në vijën e shërbimeve do të jetë Blinera Ja, pasuesja 17 vjeçare, 175 cm gjatë. Berami, Girogjeva, deri te Mateva, Ja, Angelova, bloki suksesshëm, mundësi e re për Angelovan. Diagonale Angelova, spik për dritën. 2-6. Jaha, Berami, Girogjeva dhe nga sa bukur inkuadrohet atje Leona Kadriu. Kemi vërejtjen nga trenerat e dritës të lojtarja Shabani që mos t'i kthejt pasimit, për arsye sepse pasusja në anën e Skënderajt ishte në vijën e dytë dhe momentin që ajo kthen me pasusën atëherë jetë qendra e lirë dhe në këtë rast edhe ajo ndodhi. Kadriu, autorja pikës së fundit, Hyseni, ja, bukur për Fjolla Shabanin.
Arrin disi ta shpëtojnë këtë Saliu. Ja, nga pozita e penaltis. Fjolla Shabani për pikën e 7. 3-7. Ana majt e publikut nga ekranet tona është me drejtën, si duket publik Gjilana, se në anën e djatë publiku nga Skënderaj. Korekt drejt në këtë qast e publiku. Probleme shpëtohet disja i top. Kadriu Berami, Fjolla Hyseni, Girogjeva, Mateva blokohet nga Kadriu dhe Shabani. 3-8 dhe time-outi i parë teknik. Çfarë loje si duket sot në këtë finale, vështirë të mbyllet gjithçka pas 4 setave, por nuk duhet të paraqikojmë. Unë thash, Artan, po prognozojmë, mirë po më duket si këto prognozat e tona po janë të qellume. Ekipi Dritës është i detyruar me lujt më lirshëm, për arsye se s'ka çka të hup, se ky set është vendimtar. Ekipi i Skënderajt ka edhe një set më tepër dhe është ka komoditet ndoshta. Ka komoditet. Mirë, po edhe në këtë rast komoditeti i tepërt edhe revanshor. Ekipi i Dritës mjaft mirë po funksionon në blok. Ajo që është shumë e rëndësishme të dy ekipet, bllokun e kanë të dyat më të fortë, mirë, po këtë rast momentin kur Fjolla është në vinë e para ndër bloku është shumë më i sigurt. Dhe poenat po vinë pikërisht nga bloku dhe sulmet e qendrës. Gjithçka gati për të rikthyer skuadrat pas atij time-outi teknik, duket se është i rrëshqitshëm parketi në zonën e zëvendësimeve. Angelova përpiqet. Ja, duket se është hequr përgjegjësit e sallës. Duhet të jenë më të vëmendshëm në herave tjera të evitojnë situatat e tilla dhe asi arritur nga Angelova 3-9. 3-9, një shërbim i mirë i Angelovas. Edhe një herë Angelova, është vetëm 18 vjeçare, edhe kjo volejboliste e bullgare. Berami, Girogjeva. Nuk arrin ta shpëtojnë këtë top, përkundër Sakërvicës atje në fushën e tyre. 4-8, 4-9 në fakt. Florentina Deliu në vjen në shërbimeve. Gabim në shërbim i 11 gabim në shërbim nga ana Skënderajt. 4-10. Fjolla Shabani përgatitet për shërbim, por ka reaguar me time-out Ylli Kadriu, time-out i parë i setit të 4-t. Do të kemi edhe 3 minuta në këtë transmetim në RTK 1. Pastaj adhuruesit e volejbollit mund të na ndjekin në rrjetet kablore në të dyja platformat në RTK 4. Atje do të jemi deri në fund, deri në ceremoninë përmbyllëse me ndarjen e medaljeve dhe kupës për fituesin, se kush do të jetë fituesi i kupës së Kosovës në volejboll. A do të jetë Skënderaj për herë të parë në historitë të vet, apo Drita për herë të dytë radhazi? Mbetet të shihet. Fjolla Shabani, top që kalon jashtë. 2 gabime radhazi në të dyja skuadrat në shërbime tash. Një skenar i njëjtë me setin e parë, kur patëm gabime në shërbime shumë. Me një dekoncentrim, është e pafalshme humbja e shërbimet në kësi momente, për të dy ekipet. Nuk ka një shërbim sulmues edhe ai shërbim humbet. Berami, një projektili Shera Beramit. 17, në fakt është 16. Ja ku shohim 27 vjeçaren Sherife Berami. Hyseni. Ja, për Hysenin prap. Girogjeva.
Pra Berami, autore pikës së fundit, kësa radhe mbrojt mirë mja nga Ira Saliu. Beliu, Girogieva, Berami për tretën herë, blokout, 17. Pas 10 minutave lojë në setin e 4, 17, time-out I thirrur nga Lorek Ilasi. Dëshiron të shkojmë me hapa të sigurt. Po shihet që ekipi Skënderajt nuk po gjen zgjidhje tjetër në sulm përveç një lojtarës. Domethënë 3 topa me radhë po jepen një lojtarës, nuk po shfrytëzon edhe 3 sulme tjera, nuk po shfrytëzohet Gjoshi, pozicioni 6 nga vija e dytë, qendra po ashtu edhe pozicioni 2. Kështu që kjo e bën më të varfën sulmin e Skënderajt dhe koncentrimi vetëm në një lojtare ka njerë është i mjaft negativ. Dhe lojtarja nuk mund me përballu lodhen, për arsye sepse po shihet që Drita ka konsolidu blokun dhe po përcillet lojtarja me numër 5 që është lojtarja më e mirë e ekipit të Skënderajt. Mateva, shërbimi mirë I saj, provohet përmes qendrës. Dy lojtarët që provohen me forcë nuk ja dolën 8-10. Vije në sytë të dyja skuadra. Fokusi dy trajnerëve në ekipet bazë, pak ndryshime. Po, shumë pak ndryshime për arsye se edhe përballja ndoshta e lojtarëve nuk është e tillë që t'ia lejon. Çfarë pikë nuk e perceptoi topin si duhet atje Venera Kadriu, një top I kthyer 19. Para mendoni ishte 14 për Dritën, tash është 19, 5-0 sëri. A do t'jetë kjo momenti I kthimit të Skënderajt? Ja, Hyseni. Fjolla Hyseni më në fund dhe kthye në akullin për ta ndërprer atë sëri të Skënderajt.